Kjo që do t'ju tregoj nuk është një prallë, por një histori vërtet. Një histori që të bën të reflektosh thellë, sepse këto ngjarje ndosë ka ndodhur shumë vite më parë, por prapë se prapë janë prezente, sepse kanë të vërteta brenda. Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Njëherë një çift ishin të dashuruar, por nuk mundeshin të martoheshin sepse nuk kishin para. Ishin rreth viteve 1800-1900. Thuhet që ka ndodhur në zonën e Shqipërisë. Megjithatë nuk e dim, por sidoqoftë, si thash dhe më përpara, të bën të reflektosh kjo histori. Ndonse duheshin shumë mes njëri tjetrit, pra nuk mundeshin të martoheshin pikërisht sepse u vinte zor nga fshati, sepse nuk kishin as njëri dhe as tjetri. Si përfundim, prindrit e morën vesh që këta dashuroheshin, pra të rinjt, dhe i lanë që të jetonin bashkë. U dhanë një kasolle të vogël dhe me atë kasollen ata ecën përpara. Disa i ndihmonin, atë çka mund të jepnin, nuk kishin toka. As ajo vajzë nuk kishte toka, por as ky nuk kishte tokë. Dhe kështu që dal nga dal filluan që të kishin akoma më vështirësi për të jetuar. E kështu një ditë ky, pra i riu, mendoi që të ikte diku larg, që të gjente punë dhe të kthesh me ndonjë diçka që të mund të ndihmonte shtëpinë, të blente një tokë dhe të mund ta lëronte tokën për të mbjellë, për të korrur dhe për të rritur fëmijët. Dhe koha kaloi, kështu që ishte momenti që ai duhet të lëvizte. Iku, i tha gruas, do shkoj, tha, dhe unë do kthem. Kur do kthehesh, i thot ajo. Nuk di kur të kthem, thot, por unë mendoj, thot, sa më shpejt, kur të jem gati, thot, që të kem një grusht para që të kthehem. Dhe kështu eci. Pas një farë jave, ditësh që eci, gjeti një vend ku kishi një punishte. Kërkoi punë, nuk i dhan punë. Eci dhe mëtej në një fshat tjetër, po aty nuk i dhan punë. Derisa në një vend shikon një të moshuar dhe ca të rinj që po punonin. Ishin në një arë. I afrohet këtyre të rinjve dhe thot, nuk më thoni që ose ka vend për mua, thot, punë. I thot i moshuari, çfarë pune kërkon ti, thot i moshuari. Mjaft që të punoj, thot, sepse dua që t'jap diçka, thot, familjes sime. I moshuari dukej sikur kuptonte njerëzit që në aparencë, pra që kur i shikonte në sy. Dhe i tha, okay, tha, diçka do gjejmë, rri këtu me ne. E kështu u drejtuan drejt atij fshati, sepse aty ishin në arë. Shkuan tek fshati, një moshuari ishte pronari i një hani. Dhe ajo çka duhet bënte, ky duhet bënte çdo gjë. Me një fjalë duhet të kulloste dhënt, dhit, t'i mjelte, të prashiste, të vadiste, pra punë të shfallojshme, të çdo llojshme. Dhe kështu që si përfundim nuk lodhej, nuk thosh se lodhej, bile nuk ankohej, por i kërkoi plakut diçka. I tha, dëgjoj, unë kam ardhur, tha, duhet të blej, çfarë ke ndërmend ti të blesh, i tha ai, sepse duhet të kesh një pikë synim për të blerë, duhet të kesh një ide. Kam një ide, po unë nuk e di. Por të dishte që paga jote i tha një shumë të pagës për aty ku ai do punonte. Dhe kështu që i moshuari filloi që t'i jepte pagën, por i riu i tha, nuk i dua që t'i marr tani, tha. Do të lutem vetëm një diçka, tha, të më marrësh, të më çosh diku që unë, tha, kur ti tha, që mos të shpenzoj asnjë, tha, që kur ti tha, ti kem të gjitha së bashku dhe unë, tha, të vete tek gruaja ime që kam nënë, tha, dhe të blejmë diçka. Dakord, i tha plaku. Her pas here e sugjeronte plaku, por ishte i riu si veriu, si thuhet gjithmonë. E sugjeronte se çfarë duhet të bënte, si duhet të sillej, sepse ishte shumë i nxehtë për gjërat për probleme të shpejta, ose nxej për gjë më të vogël, ose acarroi, ose ndonjëherë edhe ishte agresiv për gjëra tjera. Dhe kështu që plaku filloi që ta qetësonte. Kaloi kohë, kaluan 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet. E kështu që gjithë ajo kohë mendoi se duhej një ditë të vendoste që të kthehej në shtëpi. Në fakt, në krye të 10 viteve, ai mendoi që të kthehej në shtëpi. Dhe i thot këtij të moshuarit, unë thot, mendoj, thot, që në fund të këtij behari, thot, unë dua të kthehem në shtëpi. Dakord, i thot, ai siç e kemi lënë, thot, unë i kam lënë aty, thot, të gjitha paratë tua i ke në një kasafort, thot, dhe kur ti ikësh, thot, unë do t'i jap.
Kaloja i behar, bile atë behar punoj shumë, punoj akoma më shumë se herët e tjera, pra i riu. Dhe kur erdi momenti, erdi fundi i beharit, si bëhesh atëre sepse nuk bëhesh si sot, por thuesh ishim me sezone, nuk bëhesh me një ditë caktuar, në këtë datë, në këtë ditë, por bëhesh me hëna, ose me sezone. Në fund të sezonit pra të verës, ai kërkoj që t'ikte, pra i riu. Shkon tek ky i moshuari, tashmë kishte ndryshuar shumë, kishte ndryshuar dhe ai se ishin kaluar 10 vjet, por njëkohësisht edhe i moshuari, njëkohësisht duke sikur kishte kuptuar që ky i ri kishte mësuar dhe kishte ardhur momenti që t'ikte. I moshuari thot, hajde thot, do pim një gotë verë thot. Jo, nuk e dua verën tani, thot se jam për rrugë, i thot ky. Dakor, i thot. Si që të kam premtuar, tha, ja ku i ke, tha, këto janë parat e tua, edhe a qesen me para. Edhe i la aty mbi tavolinë. Tani tha, do të bëj një pyetje, parat e janë të tuat, se ti ke punuar, 10 vjeta që ke punuar këtu, por do të pyes diçka, tha. Në qoftë se do, tha, 3 këshilla të rëndësishme, apo do këtë qesen me para, tha, që ke punuar gjatë gjithë kësaj kohe. I riu u mendua, por e dinte shumë mirë që ai i moshuar ishte i zgjuar dhe kishte padyshim disa këshilla të rëndësishme. U mendua thellë dhe pastaj tha, është e vërtetë që kam punuar 10 vjet, por këshillat e tua mua do më nevojiten dhe kush e di, ndoshta përveç se do më ndihmojnë, por ndoshta do më japin dhe mirësinë që të bëhem i pasur. Me fjalë që të marr atë që dëshiroj. E kështu bëri. Pra, i la. Mirë po, i vjetri, i tha, plaku, i tha, dëgjoj, tha. Dakor, ta do marrësh këto 3 bukë që do t'i japi, tha. 2 bukë do t'i konsumosh rrugës, nëse do të duhet, tha, për gjatë gjithë rrugës, sepse është rrugë e gjatë. Por bukën e treta do ta konsumosh vetëm me gruan tënde, tha, kur të shkosh atje. Më premtoj, tha. Ai e premtoi. Dhe do të them, tha, tani, tha, 3 këshilla, tha. Kujdes, tha. Mos merr rrugët e shkurtër, sepse rrugët e shkurtër të shkojnë gjatë. Duhet të marrësh rrugët e gjata që të shkojë shkurtër. Sepse rrugët e shkurtra padyshim kanë probleme. Edhe kështu, kjo ishte këshilla 1. Këshilla 2. Kujdes, mos u përzije me njerëz të këqij, mos u përzije me mos jep fjalën kur nuk mundesh etj etj. Pra përzierja me njerëz të këqij, me djallin etj etj. Kurse tjetra është, po e tregoj në një formë kështu, si tregohet ande nga fshatrat tona. Kurse e fundit mos përpara se të gjykosh, mbaje veten dhe kur je i acarruar, numëro deri në 3 dhe pastaj mendo, sepse mund të jetë edhe fundi i jetës tënde. Dhe kështu bëri ai. Eci, vazhdoi, bëri disa kilometra në këmbë, arriti tek një rrugë që duhet të zgjidhte ose një rrugë të shkurtër ose një rrugë të gjatë që t'i binte, me fjalë, një rrugë nga mali që ishte shkurtër ose rrugë e gjatë që t'i binte përbri malit. Një zotëri që ishte aty i zonës tha, mund të ecësh, tha, ne ecim shpesh aty tek rruga drejta që ikën për në drejt malit, tha, që zbret poshtë, nuk ka asnjë problem. Mirë, po ai mendoi atë çka i kishte thënë plaku dhe kështu kaloi djathtas. Kur arriti nga ana tjetër e malit, dëgjoi që shumë njerëz ishin vrarë, kishin rënë nga mali, ishin vdekur gjatë rrugës, kishin kafshuar nga kafshët, dhe kështu që ai bëri mirë që bëri rrugën e gjatë, dhe aty e kuptoi që kishte të drejtë plaku. Eci. Gjatë rrugës gjeti një grup hajdutësh dhe këta hajdut i thanë, me fjalë po ndanin mishin që kishin marrë aty, kishin vjedhur disa kafshë dhe po ndanin mishin mes tyre dhe kishin pjekur, e i thanë, bujrum që tash me nejta, dhe kështu që të ndandimosh edhe ne, në qoftë se të gjejmë edhe kafshë të tjera. Jo, faleminderit, ndonë se ishte i uritur, ai nuk pranoi. Nuk kaloi pak dhe dëgjoi që i kishin kapur dhe i kishin policia i kishte kapur dhe i kishin policia, gjandarmeria, kush ishin atëre, i kishin kapur dhe i kishin futur brenda. Dhe me kalimin e rrugës, eci, arriti në fshat. Kur arriti në fshat, aty përbri fshatit, ishin një grup njerëzish që po pyesin, ai ishte i hetur për të vajtur në shtëpi, për të takuar gruan e tij, sepse e kishte ata përveç se njiheshin që të rinj, po sapo kishin konsumuar martesën e tyre në atë kohë që ai u nis. Dhe kështu që kishin kaluar 10 vjet.
Dhe ky grupi që ishin aty me fjalë tek hyrja e fshatit, shisnin disa materiale që edhe gjëra, pra veshje dhe veshje tradicionale të zonës dhe disa gjëra tjera që ati mund t'i nevojiteshin, përveç se kishte edhe ushqime për të ngrënë. Ushqime ai kishte disa, por megjithatë ai nuk pranoi të bënte asnjë shkëmbim, as të blente asgjë. Pra, mendimi i tij ishte vetëm të shkonte tek shtëpia. Kur arriti në shtëpi, nga dritarja, shikon gruan e tij me një djalë shumë të ri. Dhe aty u pezmatua. I ran çdo gjë, i ra fuqia, i ra gjithaj entuziazëm, çdo gjë, dhe mendoi tani është fundi. Dhe mendoi që të nxirrte thikën që të vriste atë djalë që ishte me këtë, ose t'i vriste të dy. Në momentin që trokiti u hap dera, sa e pak gruaja ju hodh në qafë. Të kam pritur, tha, 10 vjet që të pres. Ku i ke qenë? Tani tha, do të kam një surprizë për ty. Ky tha është djali ynë. Me një fjalë, ai ishte djali i tyre që kishte mbetur shtatzanë dhe nuk e dinte përpara se ai të ikte pra nga shtëpia. Mirë po, nuk mbaron këtu, sepse kur arritën pastaj që ulën në tavolinë, kishte bukën e fundit që ai duhet konsumonte me gruan e tij. Kur hap bukën, brenda bukës, ai plak kishte vënë të gjitha kursimet që kishte bërë për 10 vjet. Pra, zotëria këtu. Dhe kështu që përveç se mësoi, pra mësimet që ishin tepër të vyera, por mori edhe atë çka punoi për vite me radhë. Bleu tokën dhe jetuan të lumtur me familjen e tij. Tani pse e treguam këtë? Sepse ka shumë njerëz, dhe kryesisht shqiptarët, e kanë këtë, edhe unë e kam, të gjithë e kemi, por shqiptarët e kanë më të theksuar, që nuk mendojnë deri në 3 përpara se të veprojnë. Shpeshherë nëse keni vënë re, nuk arrin të thuash gjysmë fjale, se me fjalë ose kur thotë ndonjëri, pse më shikon ashtu? Pra mënyra e të parit kur ti shikon një dikë për shembull që po ecën rrugës, gjithmonë shqiptar po flas. Kështu që është mirë që njeriu që të gjykojë të mendojë përpara se të thotë diçka ose të gjykojë. Pra më mirë të mendojë për disa sekonda përpara se të flas. Shikoni, nëse keni vënë re, njerëzit e zgjuar mendojnë përpara se flasin. Nuk flasin teksa ti flet, nuk qëndrojnë të lënë që ti mbarosh bisedën dhe pastaj flasin. Gjë që nuk është një virtyt i të zgjuarit. Dhe kjo vlen për të gjitha virtytet e njeriut. Në këtë rast, siç u thash, edhe të gjitha atyre të historisë, pjesëve të historisë që treguam më përpara. Megjithatë, doja t'ja u tregoja kështu, sepse më kujtoa sot ja tregova teksa po flisim kështu me kalamajt e nipat dhe mbesat e mia, dhe ata e morën shumë seriozisht, sepse nuk dëgjojnë tani, nuk tregohet më si tregonin dikur histori të tilla. Nëse juve ju duken si përradha këto, por këto janë gjëra që kanë ndodhur, janë histori ku bazohen të vërteta, nga të vërteta. Kështu që doja t'ju tregoj edhe juve, sepse ndoshta me këto copëza të vogla të informacioneve shpeshherë edhe ushqejmë mendjen tonë. Kalofshi bukur.